Horoskopi ditor e shtunë 15 nëntor 2025. Dashi, do të keni mundësi të merrni përsipër një detyrë të rëndësishme, e cila do t'ju lejojë që të gjeni siguri në vete dhe kapacitetet tuaja. Çelësi për gjithçka do të jetë vendosmëria juaj. Edhe në dashuri parashikohen zhvillime interesante, por vetëm nëse do t'i jepni kurajo për t'u rikthyer në lojë. Demi, do t'jeni shumë impulsiv dhe për këtë arsye shpesh ju cilësojnë si të paparashikueshëm. Megjithatë, në këtë moment, për të arritur një objektiv të caktuar profesional, do të keni shumë nevojë për organizim dhe planifikim. Binjakët. Kjo ditë do të jetë mjaft monotone, por gjithsesi do t'ju lejojë që të arrini me më shumë qetësi objektivat e kërkuara. Adoptimi i strategjive të reja do t'ju ndihmojë në arritjen e negociatave të vlefshme. Gaforia. Një takim i papritur do të lëkundë disa nga bindjet tuaja më të thella. Kjo ditë favorizon investimet e reja, sidomos nga pikpamja profesionale. Strategji të reja do të rezultojnë mjaft të frytshme për të arritur qëllimet tuaja. Luani. Mundohuni të mos keni komente tendencioze ndaj kolegëve tuaj, sidomos nëse jeni të përfshirë në një bashkëpunim të komplikuar. Mundësitë e mira në vendin e punës nuk do të mungojnë, ku do të merrni konfirmime të cilat i prisnit prej kohësh. Nga pikpamja sentimentale do të jeni shumë pozitiv dhe të paparashikueshëm. Virgjëresha. Parashikimet e kësaj dite do t'ju shohin euforik, ndoshta për shkak të një lajmi të mirë, i cili do të mundësojë një zhvillim të rëndësishëm sa i takon jetës tuaj sentimentale dhe profesionale. Peshorja. Këshillohet të jeni më të kujdesshëm, sidomos në vendin e punës, ku do të përballeni me disa polemika të vogla. Do të dini si të përballoni një situatë, në saj të një asi që do të keni nën mëng. Sfera e ndjenjave do të jetë mjaft e favorizuar. Akrepi. Kjo e premte do t'ju gjej konfuz dhe të tensionuar. Po çoni përpara një ndryshim të rëndësishëm për karrierën tuaj dhe do t'ju duhet të bëni disa ndryshime sa i takon rutinës. Këshillohet mos jeni negativ, por të angazhoheni maksimalisht pasi mundësitë e mira nuk kanë për të munguar për ju. Shigjitari. Duhet të jeni më të komunikueshëm dhe të mbani më shumë parasysh këshillat e kolegëve tuaj, pasi mund të merrni informacione të vlefshme të cilat do t'ju sjellin një sër avantazhesh në punë. Në mbrëmje parashikohet një takim i rëndësishëm. Pricjapi. Në këtë moment është mirë të mos merrni përsipër shumë rreziqe. Mundohuni që t'i përqendroni energjitë tuaja në strategji alternative me synim arritje në një objektivi tuaj. Kjo fundjavë do t'ju gjejë më romantik dhe më të ndjeshëm. Ujori. Kjo fundjavë do t'ju gjejë mjaft të komunikueshëm dhe do të bëni takime të reja, të cilat do t'ju njohin me persona që do të stimulojnë anën tuaj krijuese. Në dashuri nuk duhet të jeni kokfort. Peshqit. Mos e teproni me kërkesat, pasi në këtë moment duhet të mbani parasysh prioritetet tuaja, sidomos ato që kanë të bëjnë me anën sentimentale. Kjo ditë e premte do të jetë mjaft e favorshme për të përforcuar një raport.